Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun e lartësuar dhe dërojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën e tij më të dalluar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, pas një pauze disa javore, vazhdojmë me librin e edukatës. Ka deshtë Allahu edhe nuk ngutemi në sqarimin e këtij libri, pra aq sa të na merr kohë, siç thoi ke Sheikh Shenkitin Medine, aq sa të merr kohë, le të merr kohë. Ne jemi duke bërë ibadet, ne jemi në relaks, në punë të mirë, asgjë nuk na ngut që këtë libër ta përfundojmë sa më shpejt. Pse të ngutemi kur jemi duke bërë ibadet? Ibadeti e ka me qetësi, me relaks, jemi duke bërë një ibadet, shpresojmë shpërblim prej Allahut, askush nuk ka ngut. Elhamdulillah. Allahu na ka dhënë lirinë këtë kohë, elhamdulillah. Shumë punë janë më mirë se sa që kanë qenë, elhamdulillah. Komunikimi është më i mirë se sa që ka qenë, elhamdulillah. Dija përhapet më shumë se sa që është përhapur, elhamdulillah. Elhamdulillah. Kapitulli 4 nga libri i edukatës ka të bëjë me edukata e takimit. Edukata e takimit, kur takohesh me dikant. Kur takohesh me dikant. Pejgamberi alayhis salam sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tasafahu yadhhabu al-gil, tahadu tahabu, wa tadhhabu ash-shahna. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jepjani dorë njëri tjetrit kur të takoheni, sepse kjo e largon atë urrejtjen, atë zilin që e keni mes veti. Dhe jepni dhurata njëri tjetrit, sepse kjo u ashton dashurinë që e keni mes veti. Dhe u largon atë urrejtjen dhe problemet mes veti. Këtë hadith e transmeton Maliku nga ata. Ibn Abdul Berri në Temhid ka thënë se hadithi është hasen, pra i pranueshëm. Në një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ma min muslimejni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Thot, sa herë që dy muslimane takojnë njëri tjetrin dhe i japin dorën njëri tjetrit, e përshëndesin njëri tjetrin, thot, u falen mëkatet para se të largohen prej njëri tjetrit. Këtë hadith e transmeton Ebu Davudi dhe Sheikh Albani ka thënë se është sahih. Sa i përket edepeve apo edukatës së takimit, ka disa rregulla që i kanë përmendur dietarët. E para është se është e pëlqyer që t'japish dorën. Kur ta takosh vllaun tënd, apo ti oj motër motrën tënde, është e pëlqyer që ta përshëndesësh me dorë. Katade, rahimehullah, thot, i thash Enesit radiallahu anhu, shokut pejgamberit alayhis salam: E kanat al-musafaha fi ashabin nabi? Qala na'am. I thash, a ka ekzistuar përshëndetja për dorë në kohën e shokëve të pejgamberit alayhis salam? Më tha po. Edhe ata si njerëz tjerë kur janë takuar janë përshëndetur për dorë. Këtë hadith e transmeton Buhariu. Në hadithin e Kjabit, ata që e din, këtu në vazhdendi për të sqaruar,
dhe pranimit të tobes, pejgamberi Kabi thot, dakhaltu al-masjid, u futa në xhami, fa idha bi rasulillahi fa qama ilayya. U futa në xhami e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa qama ilayya Talha ibn Ubaydillah. Thot, u ngrit Talha dhe erdh duke shpejtuar kahune, ju herul. Hatta sah fehani wa hanani. Derisa tha, ma dha dorën edhe më tha për hajër, Allahu ta ka pranuar pendimin. Tregimi gjatë i Kabi ibn Malikut dhe tre të tjerëve të cilët ky është i treti i tre vetave të cilët Allahu ja ka pranuar pendimin pse janë vënuar dhe nuk kanë marrë pjesë në një luftë. Prej luftave të Muhamedit a.s. mos gabofsha, është lufta e Tebukut, nëse nuk jam gabim. Këtë hadith e transmeton Buhariu, muallaqan. Pejgamberi a.s. ka thënë, wa qad akbala ahlu al-Yaman wa hum arakku quluban minkum, fa hum awwalu man jaa bil musafaha. Pejgamberi a.s. ka thënë, ju kanë ardhur banorët e Jemenit. Ata i kanë zemrat më të buta dhe ata janë të parët të cilët e kanë filluar këtë përshëndetjen me dhënje të dorës. Rawahu Abu Dawud, e transmeton Abu Dawudi, ndërsa fjala ata janë të parët që e kanë përdorur përshëndetjen me dorë është pjesë që nuk e ka thënë pejgamberi a.s. po e kanë futur transmetuesit pas hadithit, ndoshta si sqarim. Siç thot Shalbani. Wa an Bara ibn Azib radiyallahu anhu qal, wa min tamam at-tahiyya an tusafih akhak. Nga Bara ibn Azib radiyallahu anhu është shok i pejgamberit a.s. ka thënë, plotësimi i përshëndetjes pasi t'i japish selam është që ta përshëndesësh për dorë vëllain tënd. Thot ky autori, thot të përshëndetesh për dorë është sunet kur takohesh. Pra është vepër e pejgamberit a.s. Edhe pejgamberi e ka vepruar, prandaj mund t'i themi sunet. Çdo vepër, fjalë apo miratim të pejgamberit a.s. mund t'i themi sunet në aspektin terminologjik. Edhe përshëndetja për dorë po ashtu është sunet i pejgamberit, sepse ka vepruar, e ka shprehur dhe i themi sunet, vepër e tij. Wa huwa tawkidun lis-salam, thot, dhe kjo vepër edhe më shumë është fuqizohet kur i jep selam. Thot, kjo vepër është e vërteton selamin, çat selamin që ja ke dhënë ti me fjalë selam aleikum, kur ja jep dorën me këtë ti e vërteton atë selam. E fuqizon atë selam, atë përshëndetje. Do të thonë, edhe me fjalë shpreh paqen, qoftë paqja mbi ty, po edhe me përshëndetje, do të thonë nuk ke kur gjë kundër atij. Gjërat janë në rregull, dëshiron paqe, si selami është paqe, dëshiron paqe për vëllain tënd, e kështu me radhë. Thot, pas gjithë këtyre argumenteve që i përmendëm, se edhe përshëndetja për dorë është vepër e pejgamberit, është sunet i tij, nuk na merr mendja, thot, se ndonjë musliman duhet që të largohet prej kësaj. Se shikoni, në disa kultura, për shembull, ndoshta nuk e kanë kështu përshëndetje, po e kanë me kështu, me uljet kokës, për diçka. Mirë po, edhe ai asaj kulturës, kur bëhet musliman, e kupton se një vepër është vepër e pejgamberit, pa marrë parasysh se kulturën ti e ke ndryshe, duhet t'i afrohesh veprës të pejgamberit. Kur është vepër e pejgamberit, kultura bëhet dytësore, e kena qartë. Nuk themi se kultura nuk
nuk duhet të merret parasysh, mirë po kur bjen kundërshtim me veprën e pejgamberit, jepet përparësi veprës së pejgamberit. Ndërsa kur kultura është kulturë, nuk bjen kundërshtim me diçka të pejgamberit, atëherë nuk është problem, vazhdo me kulturën tënde. Mirë po, kur një vepër është vepra e pejgamberit, duhet të inkuadrohet edhe në kulturën tënde nëse je musliman, sepse ti je musliman. Islami na bashkon. Islami është prej gjërave që i bashkon, që është ndërkombëtare, mu themi, gjërave internacionale, është feja të bashkon. Pastaj raca të bashkon. Padyshim se ai që është një racë është më afër me racën e vetes sa me racën e kundërt. Nuk më thon se duhet ta urrësh, mirë po raca jote zakonisht të afron. Po ashtu gjuha të afron. Po ashtu territori gjeografik të afron, je më afër e të afron. Sido që tjetë kjo, pra edhe kultura është prej gjërave që afron njerëzit. Thot kanë disa vende, thot njerëzit mbas namazi, si pyetje përgjigje, e kanë zakon shkojnë t'ja japin dorën imamit, mbas i shkryjnë namazi. Thot nuk është vepër e pejgamberit. Vepra e pejgamberit është kur takohesh me vllahun tënd që nuk e ke pa, atëherë ja jep dorën edhe përshëndet. Mirë po, tash pas namazit, kena fal drekën për shembull, tash krejt t'japim dorën imamit është ngarkesë, nuk është vepër e pejgamberit alayhis salam. Dhe imamit, po edhe muslimanëve tjerë, ja jep dorën që atëherë kur e takon, i jep selam, e përshëndet, e takon për një çështje të caktuar, atëherë jep dorën. Ama veç pse na fal, tash krejt shkojmë t'japim dorën, no. Nuk është vepër e pejgamberit alayhis salam. Dobi, këto e përmend një dobi tjetër, thot, transmeton Buhariu në Edeb el Mufrad, Edeb el Mufrad nuk është Sahihu i Buhariut, është libër tjetër, Sheh Albani ka thënë se është hasan. Kjo hadithi, thot, Seleme ibn Verdan, ka thënë, Ra'aytu Anas ibn Malik radiallahu anhu, thot e pash Anas ibn Malik radiallahu anhu, shokun e pejgamberit alayhis salam, duke ju dhënë selam njerëzve, ky ka qenë fëmijë. Thot atëherë u ofrua tek unë edhe mua më dha selam, përshëndetje dhe më tha, kush je ti? Edhe unë i kallëzova kush jam, atëherë thot përveç se më përshëndeti, edhe ma përgdheli kokën 3 herë, edhe më tha, Allahu të dhasht bereqet. E mbas të argumenti thot, është e pëlqyeshme që edhe fëmijët t'i përshëndesish, t'i pyetish sa vjet i ke, kush je, t'ja përgdhelish kokën dhe të bësh dua për ata, si në këtë rast Enes ibn Maliku ka thënë, Allahu të dhasht bereqet. Thot, edepi apo edukata e dytë thot se nuk lejohet që ta përshëndesish për dore gruan e huaj. Gruan që nuk e kije mahrem, është e ndaluar që ta përshëndesësh për dore. Është mëkat. Thot, pejgamberi alayhis salam ka thënë, inni la usafihu an-nisa. Kur e ka marrë besatimin për grave pejgamberi alayhis salam, ju ka thënë, unë nuk i përshëndes gratë për dore. Se kanë ardhur gratë të besatohen me islam, se do ta dëgjojnë, do ta respektojnë, do ta pasojnë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, unë nuk i përshëndes gratë për dore, gratë e huaja pra. Edhe thot kjo përshëndetja që e kum dhënë për juve, vlen për të gjitha ju, edhe e ka marrë besatimin prej tyre.
e transmeton Ahmedi, Imam Ahmedi. Ibn Abdul Berri, po ashtu edhe Maliku në Muwatta, se Ibn Abdul Berri e sqaron Muwattën e Imam Malikut. Ibn Abdul Berri, duke sqaruar këtë fjalë, unë nuk i përshëndes gratë për dore, thot kjo është argument se njeriu nuk duhet që gratë e huaja t'i përshëndes për dore. Sido që tjetë, pra, nëse ndodh ndonjëherë njeriut, për arsyet ndryshme, njerëzit nuk janë perfekt, duhet kemi kujdes maksimalisht nëse ndodh namazi edhe namazi me xhamat edhe abdesi, inshallah ta falin këtë mëkat bashkë me pendim ndaj Allahut. Ajo që duhet është që t'i vetëdijsojmë popullin tonë dhe të mundohemi aq sa kemi mundësi ta praktikojmë fen tonë. Disa njerëz mendojnë se nëse ke ndonjë pengesë, dorëz ose diçka tjetër, atëherë bën thotë kjo është gabim, prapë është gabim. Po marr parasysh e ke dorën me dorës apo pa dorës, duhet t'i ikish për shëndetje së grave të huaja, të cilat janë të huaja, aq sa ke mundësi, ndonjëherë detyrohet njeriu, mirë po aq sa ke mundësi, duhet t'i ikish. Thot, ka disa hadithe, shikotash, edhe për këtë meselë ka hadithe dopta. Subhanallah, si kur të bazohesh në hadithe dopta, del krejt të tërkund. Edhe për këtë meselë ka hadithe dopta, kinë se pejgamberi alayhis salam i ka përshëndetur gratë me teshat e tij, domethënë i ka mbuluar dorën me tesh, edhe atëherë ka përshëndetur, po këto janë hadithe dopta të cilat nuk kanë bazë, siç kanë thënë El-Hafidh në Fath edhe Sheh Albani, këto nuk bazohesh në këto hadithe sepse janë shumë të dopta. Andaj studimi i shkencës së hadithit është shumë me rëndësi, sepse shkalla e hadithit t'i qartëson shumë probleme. Çdo hadith nuk është njësoj, duhet shikohet kush e ka transmetuar, prej kujt e ka transmetuar, a janë të besueshëm. Krejt të gjërat dietarët i kanë marrë parasysh. Dhe kjo shkenca e hadithit është det i madh pafund, subhanallahu. Allah është përblef djetarin ton shqiptar Sheh Albanin për mundin e madh që e ka dhënë në këtë drejtim. Pa dyshim se ka qenë prej kalorësve më të mëdhenj të hadithit në kohën tonë, Allah i mëshiroft. Tash thot një edukat tjetër të ngritesh për ta përshëndetur atë i cili vjen. Të ngritesh në këmbë për ta përshëndetur atë i cili vjen. Thot ky dietar, ngritja në këmbë është 3 lloje. Qiyamun ala ra'si ar-rajul wa huwa fi'lu al-jababira. Ngritja në këmbë është 3 lloje. Njëri prej tyre ti ngritesh në këmbë dikujt e ti rish në këmbë afër. Ai është i ulur, bën diçka, ti të rish në këmbë, për shembull di veta, një e kam këndej, një këndej, të dy trin këmbë. Unë jam i ulur, të dy trin këmbë. Thot kjo është vepër e diktatorëve, vepër e atyre që janë, si më thonë, pushtetar zullumqare, kemi parasysh. Kjo nuk është në rregull. Muslimanët duhet të jenë më modest në këtë meselë. Nëse është për nevojë mbrojtje sigurie, tjetër meselë.
ka rrezik, mendon se kje rrezik, ai duhet ta mbrojë, është një rëndësishëm, ajo tjetër mesela, ama veç kështu, veç për treguar se kush jam unë e ketë mrin kamë valla, ajo nuk është në rregull. E dyta, kiamun ilehi ndë kudumi la ba'se bihi. E dyta thot është ngritesh në kamë se është o ardhi, kush kjo thot nuk është problem. Je i ulur për shembull në mezhlisin tonë, qoftë brenda shtëpisë, qoftë jashtë shtëpisë, qoftë dikun tjetër dhe vjen dikush që ti e njeh dhe dëshiron që ta përshëndesësh, ngritesh në këmbë edhe i bën disa hapa afër ti për ta përshëndet, kjo është në rregull. Pse ka ardhur prej një vendit tjetër, ti se ke pa, ngritesh për ta përshëndetur, është në rregull. E treta thot ngritesh veç pse ke pa dikon larg. Për shembull, e ke pa dikon larg, është të ec, nuk e ke niyet ta përshëndesish, as ai ty nuk e ka niyet vjet të përshëndese, po veç pse e ke pa të ngritesh në këmbë. Kjo thot ka dy mendime për dietarët, për dietarëve. Thot pejgamberi alayhis salam ka thënë, erdhën disa shokë të tij dhe i rinin këmbë pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam i ka thënë, kjo është vepër e persianëve dhe romakëve, mos e veproni, ne jemi musliman, nuk ka nevojë të më qëndroni këmbë, uluni edhe ju, bëjmë bisedë, bëjmë muhabet, nuk ka nevojë të më rini këmbë. Hadithin e transmeton Muslimi. Ibn Uthejmini thot, siç e përmenda edhe unë pak më herët, nëse ka nevojë, atëherë nuk ka problem. Për shembull, nëse je përballë armikut dhe dëshiron ta tregosh fuqinë e njerëzve tu, rrin do njerëz në këmbë kështu gatitur si mbrojtës, por po edhe në çështje rreziku, sa armiku mund bëjë ndonjë lëvizje që të rrezikon, atëherë thot lejohet në çështje nevoje. Këtu tash hym pak më detajisht në këtë meselën e a bën që veç pse ke pa të ngritesh këmbë as më. Sido që tjetë, thot Ibn Taymija ka thonë se lejohet, mirë po ka thonë se nuk është adet i selefit, i gjeneratëve të para të muslimanëve. E shef, dikon don ta përshëndetish, nuk e ka niyet vjet e ti, as i të shkojsh taj, mirë po ngritesh këmbë dhe përshëndetish, Ibn Taymija ka thonë lejohet. Mirë po ka thonë nuk ka qenë adeti muslimanëve, kështu që nuk është patjetër ta veprosh, varësisht prej situatës dhe njeriut. Mesele tjetër, a lejohet që ta puthim njëri tjetrin kur takohemi? E morën vesh se t'ja japish dorën është në rregull. E ke taku vllaun tënd, e jep dorën, kripuna. Mirë po tash e ke taku një në faqe, një në faqen tjetër, e që kjo mesele a lejohet ta puthish e, ka muhabet. Kjo është pra ajo edukata tjetër, thot nuk ka qenë adeti selefit që ta veprojnë këtë gjë. Kur janë takuar, ja kanë dhënë dorën njëri tjetrit. Kur ka ardhur prej larg, nuk e ka pa një kohë gjatë, e ka përqafuar normal. Mirë po ta puthi njëri tjetrin shumë një në faqe, një në faqen tjetër, kjo nuk ka qenë thot tradit e selefit, e gjeneratave të pare të muslimanëve. Nuk e kam puth thot njëri tjetrin gjatë takimit, siç ndodh tek disa njerëz sot. Shikoni, selefi kanë qenë burra, kupton, e tash
burrat e rritur t'japish dorën njëri tjetrit në rregull, ka ardhur prej larg e përqafon në rregull. Ama sa herë që e takon muaj një në faqe, muaj në faqen tjetër, nuk është në rregull, a kupton, e cënon pak atë burrinë e njeriu, e ke parasysh. Kjo nuk ka qenë traditë e selefit. Tash dikund është kulturë, është kultura e tyre, mirë po nuk ka qenë kultura e Muhamedit a.s. dhe selefit apo gjeneratave të para të muslimanëve. Thot dhe kultura që qatë që përmenda më herët, kultura që përputhet me sunetin çdo herë është më e mirë. Llojdashur, kultura që përputhet me veprën e Muhamedit çdo herë është më e mirë. Vepra e Muhamedit çdo herë është më burnore. Mos ta haj mendja ndryshe. Nuk mund ndodhe kundërta. Vepra e Muhamedit çdo herë është më e mirë dhe kultura që përputhet me të çdo herë është kulturë më e mirë. Duke mos u munduar që është ti në shumë kultura tjera, kupton? Mirë po, ajo që është më mirë është kultura që përputhet me veprën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot, mirë po, kjo është mes pjestarve, baba, fëmijën e vetë. Kjo thot s'ka gjë, pejgamberi selam i ka puth fëmijët e vetë. Kjo është normale. Se është mes prindrit dhe fëmijët vetë, apo mes burrit dhe gruas vetë. Kjo është shtesë e dashurisë që nuk e cërnon burrnin atij njeriut. Thot pejgamberi alayhis salam, ju ka bilu aulade, u i ka puth fëmijët e vetë. I ka puth nipat e vetë, Hasenin dhe Husejnin, radiallahu anhuma. Ebu Bekri e ka puth Aishen, vajzën e vetë, kjo është shumë normale. Dobi tjetër thot, që për shembull dikush e ka tradit ja puthën dorën dietarit. Si të vjen te hoxha, i detja zgatën dorën edhe ja puth. Ose dikush ja puthën kokën për shembull. E tash dietarët janë me dy mendime. Thot disa e kanë lejuar në shenjë respekti se është dietar, është më i vjetër, ja puthish kokën ose ja puthish dorën. Disa e kanë lejuar, thot. Disa tjerë kanë thonë se nuk është në rregull. Dhe kanë quajtur sejdë e vogël, do të thonë ti sikur i përulesh atij njerit. Dhe kanë thonë nuk është në rregull. Allahu alem. Tek ne elhamdulillah nuk është kjo tradita t'ja puthim dorën ose kokën, edhe pse është hoxh dietar, nuk është tradit. Te koka për shembull nuk ka përulje, ndodh, ama nuk ka përulje, te dora është pak më problem se do të ulesh kokën, përulesh. Për këtë shkak edhe për shembull Sulejmani ibn Harbi ka thonë kjo është sejdë e vogël. Ndërsa i tjetri nëse e zgjat para kohë dorën e do të puth më vjen pak si vjen pak si kibër, pak si mendje madhësi. Kështu që Allahu alem. Meselja tjetër thot është nuk bën që kur ta përshëndesësh dikënd apo kur t'ulesh, nuk bën që të ulish kokën apo t'i përkulesh atij. Po e përshëndet në formë normale, po marr parasysh kush është e përshëndet në formë normale. Sepse muslimani i përkulet vetëm Allahut me ruku apo me sejdë. Këto janë vetëm për Allahun e lartësuar.
Enes ibn Malik radiallahu anhu ka pyetur pejgamberin alayhis salam, i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, ndonjëri prej nesh e takon shokun e vet, ata përul kokën." Pejgamberi alayhis salam i ka thonë: "Jo, mos ta përul kokën." Thot, ata puth. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë: "Jo." Atja përshëndes për dorë, pejgamberi alayhis salam i ka thonë: "Po." Ta ul kokën, jo. Ta puth në faqe, jo. Ta përshëndes për dorë, po. Kjo është në rregull. Dhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Sheh Albani e ka përmendur në Silsile es-Sahiha, në zinxhirin e haditheve të sakta. Do me thonë, hadithi është i saktë ose hasan, është i pranuar. Ati për ulem, jo. Ata puthin faqe, jo. Ata përshëndes për dorë, po. Kjo është në rregull, ato tjerat, jo. Sa i përket sejdës, kjo është hala ma keq, thot. Nuk ka besimtar ose njeri i mençur që nuk e din se sejdja dikujt tjetër përveç Allahut është problem i madh. Edhe nëse nuk e bën si ibadet, po e bën vetëm si përshëndetje, është e ndaluar, haram, s'ka shansa, nuk bëhet fjalë. Pejgamberi alayhis salam sejdën e ka veçuar, ka thonë që aty bani sa më shumë dua sepse jeni më afër Allahut. Pse je shumë i përul, kokën e kin tokë. Shumë i ke përulur Allahut, dhe kjo lloj përulësie në Islam i takon vetëm Allahut, nuk i takon kushdo qoftë. Nuk i takon përveç Allahut. Pejgamberi Islam as për vetvete nuk ka pranuar dikush ta bëjë një gjë të tillë. Për pejgamberin Islam, me i mos flasin për njerëzit tjerë, kushdo qofshin ata. Thot Muadhi, kur ka ardhur prej Shami, Muadhi, pasi e ka pranuar Islamin, shoku i pejgamberit, kur ka ardhur prej Shami, ka ardhur dhe ka bërë sejdë para pejgamberit. Përshëndetje, do të thonë, nëse të keq kuptohemi këtu, ata Muadhi ka ditë se nuk adhurohet kërkush, mirë po ka menduar se i ka pa atje. Në Sham i ka pa atë, tu i përshëndet njerëzit e mëdhenj këtë formë. Pejgamberi selam i ka thonë, ç'është kjo Muadh? Ma hadhe ja Muadh, është habit pejgamberi selam. Ç'ka e tu bë Muadh? Ai ka thonë, o pejgamberi Allahut, unë i kom pa disa vende tjera se e kanë këtë traditë. Ka thonë, mos e vepro. Thot, mos gabo ta veprosh, sepse sikur dikush ti kish bë sejdë dikujt, duhet gruaja t'i bëj sejdë burrit saj. Për shkak të pozitës dhe vlerës që e ka burri ndaj gruas së tij, sepse komplet jetën e saj e merr në përkujdesje. Do të thonë ti kisha, ama edhe atëherë nuk bën. As burri ndaj as gruaja ndaj burrit saj nuk bën. E mos flasim për diçka tjetër. Për këtë shkak thot nuk bën, është haram, është ndaluar edhe nëse nuk e ke me niyet adhurimi. Nuk bën kërkund. As të varet, as të njerëzit e gjallë. Një gjë e tillë është haram. E transmeton Ahmedi dhe Ibn Majah, Albani ka thonë se është hasan sahih. Tash ta lexojmë një dobi që në fund e thot për vlerën e sejdës. Thot, yada al-muslimu wajhahu wa huwa akramu al-a'da'i wa ashrafiha indahu 'ala al-ard allati hiya mawati al-aqdam. Thot, vlera e sejdës. Muslimani kokën e vet, që thot e ka gjymtyrën më të ngritur, më të nderuar trupit të tij, e vendon në tokë, në vendin e këmbëve të tij, për hir të Allahut.
Për këtë shkak thot besimtari në këtë moment e gjen atë kënaqësinë e ibadetit dhe afërsinë me Allahun, sepse kokën që e ka gjymtyrën më të lartë e përul në tokë që është vendi më i ulët të këmbët e tij për hir të Allahut. Për këtë shkak thot edhe në këtë moment është më afër Allahut dhe e gjen më shumë atë kënaqësinë e ibadetit ndaj Allahut se sa në momente tjera. Edhe thot Subhane Rabbiyal Ala, i lartësuar qoftë Allahut i cili është më i larti. Pasi që ul veten e ngrit Allahun, thot i lartësuar qoftë Allahut i cili është më i larti. Dhe kjo e shkakton atë afërsinë e ibadetit mes njeriut dhe Zotit të tij, i cili me madhështinë e tij është mbi arshin e tij, i veçuar për krijesave të tij, mirë po ky ibadet e shkakton një afërsi të madhe dhe Allahu me cilësitë e tij është afër këtij besimtari, ja pranon lutjet, ja dëgjon lutjet, i lëshon bereqet, rahmet, e pastron prej mëkateve e kështu me radhë. Dhe me kaq po e përfundojmë kapitullin e 4 nga libri i edukatës, ku e sqaruam edukatën e përshëndetjes. Edukatën e përshëndetjes apo të takimit, përshëndetjes kur takohemi me njëri tjetrin. Me kaq po e përfundojmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.